Djalli është armik I njeriut. Në ajetin 6 të surës Fatir, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Me të vërtet, djalli është armik për ju. Prandaj, vështrojeni si armik. Ai vetëm I josh idhëtarët e vet që të bëhen shok të zjarrit të përflak. Ky ajet përmban një paralajmërim shumë të qartë për natyrën e armikut më të madh të njeriut që është djalli. Ajeti thekson disa të vërteta themelore. E para, djalli është armik I hapur I njeriut. Ai nuk ja dëshiron të mirë njeriut dhe synimi I tij është që ta largojë njeriu nga rruga e Allahut. E dyta, njeriu duhet ta trajtojë djallin si armik, pra të jetë I kujdesshëm, vigjilent dhe I vetëdijshëm ndaj mashtrimeve të tij. E treta, metoda e djallit është joshja dhe mashtrimi, jo detyrimi. Ai I zbukuron mëkatet dhe I paraqet si tërheqëse. E katërta, përfundimi I ndjekjes së tij është humbja, sepse djalli I çon idhëtarët e tij drejt dënimit. Pra, ajeti nuk është vetëm një informim, por një paralajmërim dhe udhëzim për mënyrën se si duhet të jetojë besimtari. Ky ajet përmban disa mësime. Mësimi I parë, lufta shpirtërore është reale. Në jetë, njeriu nuk përballet vetëm me sfida materiale, por edhe me një luftë të brendshme kundër tundimeve të djallit. Mësimi I dytë, armiku më I rrezikshëm është ai që nuk shihet. Djalli nuk vepron hapur. Ai vepron përmes mendimeve, dëshirave, zbukurimit të mëkateve dhe justifikimeve për gabimet. Mësimi I tretë, vetëdia është mbrojtja e parë. Kur njeriu e njeh armikun, ai bëhet më I kujdesshëm ndaj mëkateve të vogla, arrogancës, përgojimit dhe padrejtësisë. Mësimi I katërt, djalli kërkon shok për në zjarr. Ajeti tregon një realitet të rëndë se djalli nuk është vetëm armik, por ai përpiqet të tërheqë njerëzit në të njëjtën fat me veten. Ky ajet na përcjell disa mesazhe dhe na thot: kujdesu ndaj mendimeve. Shumë mëkate fillojnë si ide, një tundim I vogël, një justifikim I brendshëm e më pas veprim. Mos I beso joshjes për të bërë mëkat. Djalli zakonisht e paraqet mëkatin si të vogël, ose si të arsyeshëm, ose si diçka që të gjithë e bëjnë. Lidhu gjithmonë me Zotin. Mbrojtja më e fortë kundër djallit është përmendja e Allahut, namazi, leximi I Kuranit, vetë kontrolli. Ky ajet është jashtëzakonisht aktual për kohën e sotme. Djalli shpesh vepron përmes kulturës dhe medias. Sot tundimet shpesh paraqiten si liri absolute pa kufi moral, normalizimi I mëkateve dhe tallje me fenë dhe moralin. Djalli zbukuron të keqen. Shumë gjëra që dikur konsideroheshin të këqija, sot paraqiten si moderne, progresive dhe argëtuese. Kjo është një nga mënyrat klasike të mashtrimit të djallit. Mos e humb tjeshmërinë ndaj mëkatit. Kur mëkati përsëritet dhe normalizohet, njeriu fillon të mos e ndjejë më gabimin, ta konsiderojë të zakonshëm. Lufta me vetveten. Në epokën e sotme, sfida më e madhe nuk është vetëm jashtë nesh, por në dëshirat, në egoizmin, në tundimet e vazhdueshme. Ky ajet na mëson se njeriu nuk duhet të jetë I pavëmendshëm në jetën shpirtërore. Djalli është armik I përhershëm dhe përdor çdo mënyrë për të larguar njeriu nga e vërteta. Prandaj, besimtari duhet të jetë gjithmonë vigjilent, I lidhur me Allahun dhe I kujdesshëm ndaj mashtrimit të mëkatit. Sa bukur na flet Allahu për shejtanin në ajetin 268 të surës Bakare ku thot: "Ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha, wallahu ya'idukum maghfira minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Djalli ju premton skamje
e varfëri dhe ju urdhëron të bëni vepra të pamoralshme. Kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësinë e tij. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Armiku më i rrezikshëm nuk është ai që të sulmon hapur, por ai që të bindë se rruga e gabuar është e drejtë. Ky është misioni i djallit. Prandaj, le t'i kërkojmë mbrojtje Allahut gjithmonë që të na ruaj prej mashtrimeve të djallit të mallkuar.